Kompleksi gladiatorëve të Ilirë të vendosur në sheshin Teolantja në Durrës është dëmtuar rënd sërish, pas disa dëmtimeve dhe riparimeve të bëra edhe në kohë të ndryshme. Prej vitit 2015, kur vepra e skulptorit të njohur Janaq Paço u vendos në këtë shesh, ato janë bërë prej sulmeve vandale të paktën 7 herë, dhe po kaq herë u janë kryer dhe riparimet e rasit. Ky kompleks skulpturash është një dëshmi e fuqishme kulturore, simboli i historisë durrësake, që qëndron unitet sot me amfiteatrin Lagështisë së Dirrahut. Po tashmë për disa muajsh, dy gladiatorët janë dëmtuar rënd në prag të sezonit turistik, duke i sjellë një dëm imazhi të këtij qyteti historik. Gjymtyr të prera, armë të shpata dhe mburoje të dëmtuara, sikur vazhdojnë ende betejë në arenë, por tashmë me një ndryshim. Ata po bëjnë betejë me diferencën bashkiake për t'i ruajtur dhe mirëmbajtur ato, siç e ka dhe për detyrë. Po bëjnë betejë dhe me akte të rrugaqërore që i kanë katandisur këto figura në groteske. Tashmë ata nuk duken më si luftëtarë legjendar, por si dezertorë që kanë flakur armët nga sheshi i betejës. Për këtë dhe nga qytetarët është kërkuar disa herë identifikimi dhe vendosja para përgjegjësive të vandalëve. Skulpturat janë në këtë gjendje sot edhe pse ata nuk u realizuan kurrë në bronz, ashtu siç ishte parashikuar në projektin arkeologu të shuar durrësak Vangjel Toçi 56 vite më parë.